Nëse prek makinën, mos afër të dira. Largo nga makina shok. Kjo skenë që sapo pat ngjan me një film të vjetër, por me protagoniste të njëjtë. Zonjën Zyra Islamaj, kryetaren e komanduar të Bashkisë së Tropojës, me të cilën ishim takuar rreth një vit më parë. Dua të ndërtoj një urë motrës, po kam një problem që s'jam funksionar publik. Më ndihmon dot? Por kësaj radhe nuk kemi udhëtuar drejt Tropojës, por urën e personalizuar që i ka ndërtuar motrës, sepse në këtë pikë filmi është disi ndryshëm. Prandaj në udhëhesh të udhëtojmë më shumë se 150 kilometra nga kryeqyteti për në fshatin Cërnic, aty ku rreth 100 nxënës të shkollës Lek Çokaj kanë bojkotuar mësimin. Nuk i kanë kushtet as shkolla, as ambientet e jashtme, as ambientet e brendshme. Nuk funksionojnë tualetet. Pjesa mbrapa shkollës është duke rë. Ka degraduar gjithçka, s'ka vënë kur dorë me përjashtim të një shoqate që ka bëj klas. Nuk kem nevojë për lule, kjo do më sovatua, më u pastrua, më u kthye si tëna shkollat e rrethit Tropojës. Por problemi është akoma dhe më i madh, se fasada dhe kushtet ku gjendet shkolla, pasi nuk ka mësues matematike, nuk ka mësues gjuhë, nuk mund të caktohet mësues që ka marrë biologji me dhënë matematikë. Ndajemi shumë të pakënaqur me drejtorinë, me bashkinë, cilësia është zero. Veç mëso gruaja të shtëpisë këtu s'ka mësuar kur gjë, vjet as për vjet. Një situatë kaotike, me prindër që tashmë nuk besojnë tek sistemi arsimor dhe me frikë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, në një shkollë ku duket se asgjë nuk funksionon. Nuk e nxënës që fletorën e detyrave e kanë bardhë, nuk ka marrë një detyrë shtëpia. Kjo është kthyer në diçka private. Nga një institucion shtetëror kemi të bëjmë me diçka që i kanë marrë peng. I kena mësues të papërgjegjshëm, edhe vjet ka vazhdu si mjeci i parë, ka lëndë matematike 0, klasa e 6 deri në 9. Futu më në vetë, shife vetë ku hin fëmia jon, ku kanë hin ditën e parë, su kanë mëri mangat në krye. Fal për shprehjen, është një bidon 200 kg. Kur shkojnë një vajzë vogël, ka rrezik më mbytën në bidon. Gjithçka që dëgjuam, përforcohet kur hym në ambientet e shkollës dhe kuptojmë se vetëm me një institucion arsimor nuk kemi të bëjmë. Ajo që shohim është një godinë thuajse e rrënuar, e cila ngjan me një gazerë mushtarake të braktisur, me dritare dyrë të vjetra dhe pas një kushtigjene, por mbi të gjitha edhe pa mësues. E don Kuçi nga Pirania. Kemi ardhur këtu për problemin e madh që kanë gjithë banorët e kësaj zone që sillin fëmijët në shkollë. Kanë 3 ditë që janë në bojkot, për shkak se pretendojnë se nuk ka mësues, nuk ka kushte. Si është situata sot? Problemi më kryesor që ne na shqetëson sot është edhe mungesa e 2 mësuesve matematikës, i cila është bërë kërkesë qysh në qeshor për vendin e lirë të punës. Drejtoresha. Duhet ta kishim kërkuar edhe një vit më parë, sepse nuk ka pas mësues matematike ta prindërit, edhe se zonin e parë të vitit. Ka pas mësues matematike këtu. Provizor, një dikush jep një lëndë tjetër fjalë matematikë. Kjo është shqiptis. Problemi është që pa mësues nuk kanë qenë, megjithatë nuk është normale, po në Tropoj është probleme për mësuesin e matematikës. Pra mjafton të jetë mësues, se profili nuk ka rëndësi. Matematikën në Cërnic mund ta jap edhe mësuesi i fizikulturës. Ju duket normale këto kushte, s'ka tualete, nuk ka. Tualetet janë, ujë ka, është më rar, po kemi atë depozite. Depozit drejtoresha quan këtë fuqin blu, e cila sa më shumë boshatiset, aq më shumë rrezikon fëmijët që detyrohen të varen me kovë në dorë për të marrë ujin. Kë kushte ka shkolla e fshatit Cërnic? Des këtu fëmija me radhë, në bidon. Këtu duhet pastrus. Këtu do të bëhet fëmija me infekcion, nuk ka spital në botë se tash rënë mo. Nuk është normale që t'jetë tualeti burim infeksionit, sepse jemi në shkollë dhe ka masivitet. Pastruse që paguhet nga bashkia nuk ka, sepse nuk plotësohet numri i nxënësve. Ka 3 ditë që është bojkot. Çfarë për këto 3 ditë? Kam shku te bashkia, te arsime. Kemi bë takime. Asnjë nga prindërit nuk kërkon perfeksionin dhe luksin në këtë shkollë, por kushtet minimale po drejtoresh, kemi banë normale për studion. Kemi tualet. Po të gjitha nuk bëhen për një herë. Drejtoresha duket e vetëdijshme për situatën, por dhe e pafuqishme për të zgjidhur gjë. Ndërsa pa të prekur sa prindërit për bojkotin e shkollës janë edhe mësuesit. Shkolla pa nxënës është shumë e keqe. Edhe ne mësues jemi shumë mërzitur nga kjo situatë. Një pastruese patjetër që na duhet, edhe mësuesit të lëndëve përkatëse, të jenë profilit, të jenë përgjegjshëm në mënyrë që komuniteti dhe prindërit të jenë të kënaqur me punën që do bëjnë. E mira s'ka fund. Gjatë bisedës me drejtoreshën dhe mësuesit, një nga prindërit e pranishëm në sallë bën një njoftim të papritur. Kanë dhënë se një ka një teton foserdhën nxënës. Dorëçi nuk e atëm hiç. Po jo, puna ju e punë, ajo ka thënë me ikë. A u shkërkun fakt për dhënë dorëçen? Është e vërtetë kjo drejtoreshe ka pasur një kërkesë? Na kanë thënë bindi prindrit që të bindë fëmijët. Kjo ka qenë. Ndërsa ne po bisedonim me prindërit, sikur të na
para kishte dëgjuar, drejtoresha e Zyrës Vendore Arsimore Tropoj, Shot Basha, shfaqet përpara nesh me një pamje të befasuar. E don kuqe nga piranjat. Kanë 3 ditë që fëmijët janë në bojkot. Ditën me datën 8 isha këtu. Të martën ju prita 30 prindërve në Zyrën e Arsimit me shumë kam lut një mësues dhe është në listë pritëse sepse nuk ka në portal. Kam Pse kjo ardhmë na thon sot? në mos nesër të hanën janë gjithë mësues. Pse kjo shkollën në një shtator po mësues? Nuk u ka pengu kjo. Ju më ofroni emrin që doni, unë ja u ofroj aq sa kam listë. Bjem traktorist me dhon matematik me motër, gjie profilet më, ç'a flet më? Kjo kërkesë. Tjetër i tërësh arsime, nuk jetë drejtëria përgjithësisht. Prindrit duken jo vetëm të mirë informuar për situatën në shkollë, por edhe të bindur për të kërkuar deri në fund të drejtën për fëmijët e tyre. Deri ditën e hënë, do të ketë mësues gjule të As nuk ka qenë ky problemi, ai pa diskutueshëm. Gjithçka mjaft mirë dhe me korrektesë. Zonja drejtoresh ka dëshirën e mirë për të çuar gjërat deri në fund, por kjo vetëm përpara kamerave, sepse më pas diçka në mendjen e saj ndryshon. Lutem shumë, një punë policin largon për të vërtetuar. S'kam nevojë me çfarë. Pavarësisht këtij debati të panevojshëm, rëndësi ka që drejtoresha të sjellë mësuesit dhe të normalizohet situata në shkollë. Por ndërsa morën fjalën e saj për mësuesit, për kushtet e shkollës dhe mungesën e higjienës, zonja na tregoi një tjetër derë. Është pjesë e qeverisjes vendore që do të thotë. Kjo s'është pyetje për mua. Prandaj me dëshirën e mirë për t'i përshpejtuar gjërat, shkuam të takojmë kryetaren e komanduar të Bashkisë Tropoj, Zyra Islamaj. E doni nga piranja. Po, përshëndetje. Kemi ardhur për problemin që kanë banorët e Cërnicës. Njëre para punës e dua me autorizim çfarë do që të kish. Të lutem, kam dhënë edhe një herë informacion për atë dhe çdo gjë ke montuar dhe nuk e ke qit realitetin ato që kam thënë. Domethënë s'ka shanse që të marrësh përgjigje më nga ana ime. E para është e pavërtet? Shumë e vërtet. Në fakt është e pavërtet, sepse nuk do të guxoni asnjëherë të manipulojmë fjalët e dikujt që intervistojmë. Dhe kjo është rënd të ditës për ne. Kam ardhur për banorët e Cërnicës. Do kenë një shkollë me kushte dinjitose. Pyetjet që më lën me shkrim do të kthej përgjigje. Në cilën shkollë keni çuar ju fëmijët? Të thash edhe një herë, kam dhënë përgjigje dhe ke interpretuar tjetër për tjetër. Po, këtu zonja kryetare ka të drejtë. Ne nuk do të rrinim pa interpretuar gënjeshtra që ajo na tha për urën e motrës të bërë me lekët e qytetarëve të Tropojës. Atë urën që bën me çurën të motra. Po, të motrave. Po. Më thon vetëm për motrën e kryetarës. Ti thjesht një llorë. Për këtë abuzim, kryetaria nuk pati asnjë kokçarje nga drejtësia. Por kësaj radhe nuk jemi në Tropoj për të marrë me abuzimet e saj. 3 ditë që ata fëmijë nuk shkojnë në shkollë, nuk është problem për bashkinë që prindrit dhe fëmijët kanë bojkotuar mësimin. Nuk është as pak problem për ju. Zë Islamaj, kanë 3 ditë që ata fëmijë nuk shkojnë në shkollë. Nuk përbën problem kjo për ju. I ke pa që shkollë është çka kushtesh ka. Ajo shkollë është kthyer në burim infeksione. Ky është tualeti i shkollës. Ruaj distancën dhe vazhdo. Banu stacion serioz dhe jo të montojsh, dhe unë s'di se si më kjetë me marti mua. E kupton ti tani që ajo shkollë është komplet pa kushte? Edhe 3 klasa që janë të rregulluar, njërin e kanë rregulluar me fondet e Bashkimit Evropian dhe tjetrën e kanë rregulluar mësuesit. Është normale kjo? Tualetet janë burim infeksioni, nuk kanë ujë. Ata i hedhin ujë tualetet duke mbush kovën një fuqi, po sikur të bini fëmijë në fuqi. Si do jetë përgjegjësia juaj? A është normale mos e prek makinën mos afër të dira. Largohu nga makina. Është infeksioni. Po shok. Por ndërsa zonja Zyra u largua me shpejtësi pa dhënë asnjë zgjidhje, një person dukesi u ndinjua shumë nga pyetjet që po i bënim kryetarës në detyrë të Bashkisë Tropoj. Bëhet fjalë për këtë zotëri, i cili afro dhe nuk i kursen as kërcënimet. Po zonë shumë djalë kesh. Po shoh që di, më ka bota na bosh të pasha familjon më të jetu. Po bota na brat. Por të sqaruar vrasësin e rradhës, ne në Bashkinë e Tropojës ishim për një problem që nesër mund të prek fëmijën e tij, e drejta për t'u arsimuar ashtu si çdo bashkëmoshatar. Këtë përkërkonte një komunitet i tërë në Cërnicë, asgjë më shumë se kaq. Një shkollë me standarde bashkë me mësuesit që mungonin, gjëra që pas këmbguljes së tyre, pa nga pak ka nisur të rregullohen.